Lusëm Allahun e madhreshëm që t'ja lësoj çdo besimtari çështjen e tij dhe t'i gjej rrugdalje në problemin e tij. Jeta e kësaj bote është mejdan ku njeriu sprovohet me të mira. Në këtë rast kërkohet prej tij që të jetë falendrues ndaj Allahut madhreshëm për ato mirësi dhe sprovohet me sprova të pakëndshme ku prej tij kërkohet të bëjë durim dhe të ndjek rrugët e lehtëshme për te kalimin e sprovave. Dhe në të dyja rastet besimtari është fitimtar. Porosia e parë me të cilin këshillojmë është që ta lutësh Allahun e madhreshëm sinqerisht me ta përmirësuar gjendjen tonë. Je i bindur se nuk ka mundësi të ndihmoj askush sikur ndihmon Allahu i madhreshëm. Ai është i gjithfuqishëm. Ai është i gjithdijshëm. Më mirë se sa ai që i din vështirësitë tua, askush nuk i din. E dije se Allahu është më i mëshirshëm ndaj teje se sa ti ndaj vetes tënde. Lutë Allahun e madhreshëm, se Allahu është bujar. Ai është që të ka dhënë shumë mirësi dhe t'i ka largu shumë vështirësi pa i kërkuar fare atij diçka. E si do të jetë përgjigjja e tij kur ti e lut atë dhe kërkon prej tij diçka të caktuar? Ndaj lutë Allahun me lutje të ndryshme ku përmendet përmirësimi i gjendjes. Njëra nga lutjet që është transmetuar nga i dërguari i Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka praktikuar çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, kur e ka përmend Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje, është edhe kjo: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. O i gjallë për gjithmonë, o mbikëqyrësi çdo gjaje, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më let mbështetëm në veten time as sa një lëvizje syrit. Apo lutje tjera të cilat janë transmetuar nga i dërguari i Allahut për largimin e brengave, sikurse është edhe kjo lutje: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. O Zot, kërkoj strehim tek ti nga mërzia, nga brenga, nga paaftësia, nga demelia, nga frika, kopratësia, rendimi i borxheve dhe mbisundimi i njerëzve. Apo lutje tjera me cilat ti e shpreh brengën tonë para Allahut madhreshëm. Porosia e dytë është përmirësoj lidhjet tua me Allahun e madhreshëm, duke jetuar sipas udhëzimeve të tij. Largohu nga çdo gjë që ka ndaluar Allahu i madhreshëm dhe këtë bëje për hir të Allahut madhreshëm. Dhe vepro çdo gjë me të cilën ka porositur Allahu i madhreshëm. Llogaritë veten tonë. Si është mbështetja jote në Allahun? Si është bindja jote ndaj tij? Sa je i sinqert në raport me ta? Shiko namazin tan e veprat tjera të cilat kërkohen prej teje. Po ashtu shiko, mos je duke i bën padrejti dikujt. Mos je duke përgojuar dikan. Mos je duke bën ndonjë haram që bëhet pengesë mes teje dhe Zotit. Nëse kështu e llogarit veten, atëherë arrin që të jesh besimtar i devotshëm vepër mirë dhe në këtë mënyrë Allahu i madhreshëm në raport me ty e realizon premtimin e tij, ku thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush është i devotshëm me Allahun, Allahu i gjon rrugdalja atij dhe furnizon prej ka nuk kujton fare se do t'i vjen furnizimi. Porosia e tretë: bëj atë çka kërkohet prej teje dhe mbështetu në Allahun e madhreshëm. Kush mbështetet në Allahun, le ta di, le të jetë i bindur se Allahu do t'i mjaftoj. Pasi ai ka premtuar një gjë të tillë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton atij. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Dhe vërtet Allahu do ta realizojë dëshirën e tij dhe për çdo gjë ka bën mos të caktuar. Allahu kur nuk e le pa e ndihmu krijesën e tij që sinqerisht mbështetet në ta. Pra sinqerisht mbështetet në Allahun e madhreshëm. Pastaj mendo mirë për Allahun e madhreshëm dhe dije se Allahu ta don të mirën ty edhe në rastet kur sprovohesh. Ndoshta sprova bëhet shkak
që ti kthesh akoma më shumë Allahut Madhreshëm dhe të largohesh nga mëkatet. Ndodh që një sprovë e caktuar të jetë hap drejt një suksesi shumë të madh. Ka mundësi që njeriu në jetën e kësaj bote shpreson diçka të caktuar, mirë po në realizimin e saj është dështimi i tij. Andaj Allahu i Madhreshëm e largon prej realizimit të kërkesës së tij për shkak të mëshirës të madhe që ka ndaj atij. Andaj llogarit se Allahu i Madhreshëm është i mëshirshëm ndaj teje edhe kur ta pamundson diçka që të arrish. Llogarit pastaj në shpërblimin e Allahut Madhreshëm. I dërguari i Allahut thotë, çka do që e godet muslimanin, qoftë lodhje, qoftë mërzi, breng, hidhrem, smundje, fatkeqësi, madje thot edhe nëse një therr e hin kam besimtarit. Allahu i Madhreshëm ja shlyen mëkatet me këtë. Dhe mund të jetë sprova të e mirë se ardhur për besimtarin, pasi është pastrim për mëkatet e tij. Po mund të jetë shkak edhe për arritjen e ndonjë shpërblimi shumë të madh të Allahut i Madhreshëm, e që nuk ka mundësi besimtari me arrit përveç se përmes sprovës. Sprovohet, duron, afrohet tek Allahu i Madhreshëm dhe Allahu e arrit, pra ja mundson me arrit dete ai shpërblimi i caktuar. Porosi tjetër është shiko ata që më sprovon se ti. Dhe kjo ta lehtëson më shumë gjendjen. Mendo për shumë dhunti tjera të cilat i ka dhënë Allahu i Madhreshëm dhe kënaqu me to. Mos mendo vetëm për vështirësitë me të cilat përballesh. Pastaj le të jenë shembull për ty të dërguarit e Allahut, pejgamberët e Allahut, të cilët janë sprovuar në forma ndryshme. Mirë po kanë duru, e kanë adhuru Allahun e Madhreshëm, kanë jetu sipas udhëzimeve të tij dhe Allahu i Madhreshëm i ka ngritur në jetën e kësaj bote, po edhe i shpërblen në botën e ardhshme. Lexoje librin e Allahut, i sheh ngjarjet e tyre, të cilat janë përplot mësime se si besimtari duhet të jetojë në jetën e kësaj bote dhe si duhet të kalojë vështirësitë me të cilat përballet. Pastaj shpeshto përmendjen e Allahut, kërkim faljen, pra istighfarin, leximin e Kuranit, veprat e mira në përgjithësi, se këto bëhen shkak për jetë që jetë edhe në këtë botë, po edhe për shpërblim në botën e ardhme. Mos u dorëzo, çdo kush ka pas prova të ndryshme, dhe gjatë kohës së provave ka menduar se nuk kanë fund ato prova. Mirë po me kalimin e kohës kanë kalu. Andaj çdo provë ka një fund. Pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, ashtu siç ka premtuar Allahu i Madhreshëm ku thotë: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Vërtet pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, vërtet pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Këto janë fjalët e Allahut Madhreshëm. Andaj ne duhet të jemi të bindur në fjalët e tij. Gjithashtu, mëso dhe përfito për këtij hadithi që i dërguari i Allahut thotë: besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dopt. Dhe në çdo besimtar ka mirësi. Pastaj thotë: kujdesu për atë që të bën dobi. Kërko ndihmën prej Allahut dhe mos u bë i pafuqishëm. Nëse të godet diçka, mos thuaj sikur të kisha vepruar kështu, po thuaj caktimi i Allahut, ai vepron çka don, sepse fjala sikur hap dyert e shejtanit, hap veprat e shejtanit. Edhe pse ka shumë çka të thuhet rreth kësaj çështje. Mirë po kjo që tham deri më tash, shpresoj që të ndikoj sadopak në përmirësimin e gjendjes të çdo njeri që ndihet i pashpresë. Për fund, po e përmendi edhe këtë ajet kuranor, dhe le të jetë udhëzim për çdo besimtar që synon jetë të këndshme dhe të tërhashme në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Thot Allahu i Madhreshëm: "Men amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull, qoftë femër, duke qenë besimtar, ne atij do t'i japim një jetë të këndshme në këtë botë. Edhe në botën e ardhme do t'ja japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Lutim Allahun e Madhreshëm na përmirësoj gjendjen tonë, e të na gjejë rrugdaljen çdo vështirësi, e të na lehtësoj çdo çështje, çdo sprovë me cilën përballem.